Një nga librat e zhvillimit personal më të mirë të të gjithë kohërave është Mendo dhe pasurohu, nga Napoleon Hill. Libri përmban ide të atilla të cilat, nëse i praktikojmë, mund të bëhemi njerëz të cilët kemi dashur gjithmonë të jemi dhe të arrijmë ato çfarë duam. Napoleon Hill kishte për qëllim të na vinë në ndihmë në rritjen e të ardhurave, por mund t'i përdorim këto ide për të arritur edhe qëllime të tjera në jetën tonë. Çdo gjë fillon me ndryshimin e mendimit. Një person mund të fillojë të lëvizë me qëllime të qarta, me pak përpjekje, duke menduar i pasur. Dëshira është katalizator për çdo arritje. Kjo duhet të jetë një kujtesë e vazhdueshme për ne. Ashtu sikur një zjarr i vogël prodhon pak nxehtësi, një dëshirë modeste gjithashtu prodhon rezultate të vogla. Shumë njerëz mund të besojnë se është e pamundur ajo që duan të arrijnë dhe se disa gjëra nuk arrihen. Libri i jep udhëzime që janë përdorur për të ndihmuar me sukses të tjerët të pushtojnë të pamundurën. Përdorim mendjen tonë për të arritur qëllimet tona. Mendimet tona kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Ato ndikojnë në emocionet tona, gjendjen, rrjedhjen e jetës sonë dhe aftësinë tonë për të arritur qëllimet. Kur kemi një dëshirë të fortë për diçka, ne mund të bëjmë realitet atë, duke përdorur mendimet tona. Edwin Barnes u angazhua në këtë. Ai zbuloi sa është e vërtet thënia që njerëzit vërtet mendojnë dhe pasurohen. Ai kishte një dëshirë të flakë të bashkëpunonte me Thomas Edisonin. Karakteristike e kësaj dëshire ishte se ai dëshironte të bashkëpunonte me Edisonin dhe jo të punonte për të. Ai e dinte që dëshira e tij nuk do realizohej menjëherë, por përkundrazi do të ndodhë gradualisht. Barnesi nuk ishte në gjendje të punonte me Edison, kur ambicia e tij u shfaq në fillim. E gjitha filloi me dëshirën për të bërë diçka. Në rrugën e tij drejt kësaj dëshire kishte dy pengesa. Barnesit i mungonin parat për të paguar biletën e trenit për të arritur tek Edison. Dhe e dyta ishte se ai nuk e njihte atë. Ai vendosi të merrte një tren mallrash dhe shkoi direkt në laboratorin e Edisonit. Pasi zbarkoi në Orange, New Jersey, i tha atij që kishte ardhur të bënte biznes me të. Më vonë, Edison tregoi që kjo i tregoi atij diçka në lidhje me Barnesin. Ai ishte i vendosur të merrte atë që donte. Barnes filloi të punonte për Edison, para se të fillonte bashkëpunimin me të. Ai nuk hoqi dorë nga përpjekja për të marrë atë që dëshironte. Në vend të kësaj, ai e la nxitjen e tij të zhvillohej derisa bashkoi forcat me Edisonin. Mundësitë në jetë na vijnë në mënyra të ndryshme. Megjithse puna për Edison nuk ishte ajo që Barnesi dëshironte, ai përfitoi nga rasti për t'i ofruar qëllimeve të tij. Mundësia shpesh na shfaqet e maskuar në jetë. Her pas here mund të duket si fat i keq, ose të na lërë të ndihemi të dëshpëruar. Kjo është arsyeja pse shumë persona e kanë të vështirë të kapin një mundësi kur ju vjen. Dëshira e zjarrt. I gjithë suksesi fillon me një ëndër. Një aspirat dhe një dëshirë e thjesht dallojnë shumë. Aspirata apo dëshira e zjarrt e Barnesit nuk ishte shpresë e zakontë. Ishte diçka e gjallë, e flakt, që ishte e përcaktuar. Aspirata është diçka që po intensifikohet brenda nesh. Ne jemi të përgatitur të bëjmë përpjekjet e nevojshme për të arritur atë. Kur kemi parasysh Barnesin, shohim se dëshira e tij për të bashkëpunuar me Edison ishte aq intensive sa ai do të bënte çdo gjë për të arritur atë. Ai po arrinte një qëllim për të cilin ishte plotësisht i vetëdijshëm. Barnesi e përqendroi gjithë energjinë dhe vendosmërinë e tij në arritjen e këtij objektivi. Ai ishte i gatshëm të punonte për të, duke bërë punë që Edisoni nuk i bënte, dhe nuk hoqi dorë, sepse qëllimi i tij nuk arrihej brenda natës. Ai mundi ta binte Edisonin për aftësinë e tij, fal faktit se ai ruajti fokusin dhe nuk u dorëzua kurrë. Çdo qenie njerëzore, kur arrin moshën që ta kuptojë nocionin e paras, dëshiron t'i ketë ato. Çështja është se dëshira nuk do të na jap pasuri, por autori na tregon që kur dëshira jon për para bëhet aq e fortë sa kalon në fiksim, ne fillojmë të bëjmë strategji se si të pasurohemi
dhe t'i realizojmë ato. Ne do të vendosim objektiva dhe do të bëjmë të gjithë përpjekjet e nevojshme për t'i arritur ato. Kjo këmbëngulje nuk një dështim, gjithmonë sjell pasuri. Sipas Napoleon Hill, ne duhet të ndjekim 6 mënyra për realizim të dëshirave. E para, përcaktoni sakt sasinë e parave që dëshironi. Nuk mund të themi thjesht, unë dua të jem i pasur. Çfarë shumë e dëshiron? Duhet të caktojmë sakt. E dyta, çfarë jeni të gatshëm të bëni në këmbim të atyre parave? Në realitet, nuk ka diçka për asgjë. Duhet të japësh diçka për të marrë atë që don. E treta, vendosni afatin se kur duhet t'i zotroni ato para. Nuk mund të themi dua 1 milion euro deri nesër dhe të presim. Ne duhet ta përshtasim këtë me realitetin. E katërta, hartoni planin për realizimin e dëshirës. Ne kërkojmë një strategji që do na mundsoj të arrijmë qëllimet tona dhe fillojmë të veprojmë sipas planit. E pesta, shkruani në letër qartë, parashtroni shumën e parave, pastaj afatin kohor deri kur doni të fitoni atë shumë, ç'keni ndërmend të jepni në këmbim dhe përshkruaj planin se si do t'i arrish ato. E gjashta, lexojeni me zë deklaratën 2 herë në ditë. Në mëngjes sapo zgjoheni dhe në mbrëmje para gjumit. Ndjejeni dhe besoni vetes, sikur tashmë i keni ato para. Asgjë nuk është e pamundur me besim dhe vizualizim. Janë të shumë njerëzit që kanë problem me besimin. Me të, gjithçka është e imagjinueshme. Pa të, ne jemi të pafuqishëm. Është një mentalitet që ne mund ta kultivojmë. Ne mund të kultivojmë vërtet besim. Besimi mund të fitohet duke përdorur pohime ose autosuggestionin. Njeriu fillon të besoj atë çka i përsërit vetes pa marrë parasysh a është ai konstatimi i drejtë apo i gabuar. Për shembull, qëllimi i leximit të këtij libri është të kthejmë dëshirat tona në realitet. Duke përdorur autosuggestionin, ne mund ta bindim ndërgjegjen tonë se mendojmë se do të marrim atë që duam. Atëherë, mendja jonë në vetëdijshëm do të na ofrojë besim dhe strategji që do të na mundësoj realizimin e qëllimeve tona. Pohimet na ndihmojnë të rritemi në besim. Fjalitë e thjeshta që ja përsërisim vetes shërbejnë si pohime, të cilat i përdorim për të bindur në vetdijen tonë se janë të vërteta. Për shembull, parat vijnë nga kudo. Sigurisht parat mund të mos na vinë nga çdo kënd, por nëse i themi këto fjalë vetes disa herë, çdo ditë, për shumë ditë, në vetdia jonë do të filloj t'i besoj ato. Si rezultat, thot Napoleon Hill, besimi do të krijohet ndërgjegjshëm, pasi ndërgjegja jonë do të pranoj pohimin si të vërtet. Më pas do të fillojnë të vinë planet për të na ndihmuar në zhvillimin e kanaleve që parat të vinë tek ne dhe ne do të jemi të hapur tani ndaj këtyre mundësive. Ligji i autosuggestionit. Nëse mendoni se keni dështuar, dështuat. Nëse mendoni se nuk keni guxim, atëherë guxim s'keni. Nëse mendoni se do të humbni, keni humbur. Duhet vetes të mendoni më të mirën që mund të ngriheni. Duhet të jeni të sigurt në veten para se të merrni çfarëdo shpërblimi. Autosuggestioni mjet për kontrollin e nënvetdijes. Fraza autosuggestion i referohet të gjithë nocioneve që ne ushqejmë mendjen tonë vetëdijshëm. Këto ide mund të jenë konstruktive ose shkatërruese. Nënvetdia jonë nuk bën dallimin midis mendimeve pozitive dhe negative. Ajo i pranon ato me të cilat i ushqejmë më shumë. Mendoni në këtë mënyrë. Mendja jonë është një kopsht. Idetë e këqija janë si barra tek qija. Ato do të marrin kontrollin nëse nuk përpiqemi të mbjellim fara më të mira apo ide pozitive. Mendimet që hyjnë në nënvetdijen e një personi janë nën kontrollin e tij. Çështja është se shumica nuk ushtrojnë disiplinë mendore, e cila lejon barrat tek qija të shtohen në kopshtin e tyre. Vlera e punës së vazhdueshme. Sipas autorit, nëse duam të shohim ëndrat tona të realizohen, duhet të jemi këmbëngulës. Shumë njerëz të suksesshëm karakterizohen si të ftohtë ose të pamëshirshëm. Është keqkuptim ndaj tyre, sepse ata kanë qenë aq të vendosur për të pasur sukses
sa që asgjë nuk ju intereson. Një nga shkaqet e dështimit është mungesa e këmbënguljes. Ne nuk do t'i arrim qëllimet tona nëse u avën vesh i këshillave që jep autori në libër se nuk këmbëngulim. Suksesi ynë varet nga këmbëngulja jon. Autosugjestioni mund të na ndihmojë të fitojmë këmbënguljen. Pastaj nënvedia jon do të përdor të gjithë mjetet e disponueshme për të siguruar që ne jemi këmbëngulës në përpjekjet tona. Rëndësia e nënvetdijes. Çdo kush mund të fusë koncepte vetëdijshëm në nënvetdije. Një ide menjëherë do fillojë të marrë formë në nënvetdije kur ajo është e rrënjosur me dëshirë dhe besim të fortë. Ndërsa nënvetdija fillon të punojë, ajo do të shfaqet me koncepte, lidhje dhe strategji për të na ndihmuar në arritjen e qëllimeve. Çdo veprim krijimi fillon me një koncept. Asgjë nuk mund të krijohet pa ekzistuar më parë si ide. Këto ide merren përsipër nga imagjinata e cila i bën ato të fillojnë të zhvillohen në plane. Këto ide dhe strategji mbillen me besim në nënvetdije, ku edhe fillojnë të rriten. Mendimet që kemi transmetohen në nënvetdijen tonë, ku funksionojnë si magnet për të tërhequr atë që po mendojmë. Nëse jemi duke menduar negativ, do të tërheqim të njëjtat, dhe nëse jemi duke menduar pozitiv, do të tërheqim pozitiv. Nënvetdia jon përcakton nëse duhet të veprojmë bazuar në emocionet që qëndrojnë në mendimet tona. Nënvetdia do t'i përgjigjet një nocioni kur është emocion i fuqishëm, qoftë ky një nocion pozitiv apo negativ. 7 emocionet kryesore pozitive në të cilat duhet të përqendrohemi nëse duam të realizojmë dëshirat tona janë dëshira, besimi, dashuria, seksi, entuziazmi, romanca dhe shpresa. Edhe 7 emocionet negative që kanë një ndikim të rëndësishëm në nënvetdijen tonë janë zemërimi, bestytnia, lakmia, hakmarrja, xhelozia dhe frika. Emocionet pozitive dhe ato negative nuk mund të bashkëjetojnë në një hapësirë në mendje. Njëri lloj do të jetë dominues. Është përgjegjësia jonë që të sigurohemi që janë ato të mirat emocionet dominante. Duke e përdorur praktikën e përdorimit të emocioneve pozitive, ne mund të arrijmë këtë. Mos lejoni frikën t'ju mposhtë. Është koha të vlerësojmë se kush jemi. Ne duhet t'i kushtojmë vëmendje asaj se sa e lejojmë frikën të na pengojë. Kuptimi i 3 pengesave të suksesit që duhet të kapërcejmë do të na ndihmojë të fillojmë ta bëjmë këtë. Ne kur nuk do të jemi në gjendje ta përdorim shqisën tonë të gjashtë të funksionojë në mënyrë efektive, përderisa kundërshtarët janë ende në mendjet tona. Kundërshtarët janë pasiguria, frika dhe pavendosmëria. Kur kombinohen pasiguria dhe dyshimi, rezulton frika. Pa u vënë re, ata mund të zhvillohen në mendje, andaj ne duhet të jemi në gjendje t'i njohim këta kundërshtar përpara se t'i kontrollojmë ata. Çdo person ka potencialin të përjetojë 6 frikra themelore. Këtu përfshihet frika nga të qenit i varfër, frika nga të kritikuarit, frika nga sëmundja, frika nga humbja e një të dashuri, frika nga plakja dhe frika nga vdekja. Sigurisht, ka më shumë ankthe që mund të përjetoni, por ato zbehen me kalimin e kohës për dallim nga frikrat e përmendura. Me që frika është një gjendje mendore, ne kemi fuqi mbi të dhe mund të manipulojmë siç e shohim të arsyeshme. Mendoni për shembull mjekët. Pavarësisht se punojnë me pacient me sëmundje ngjitëse, ata hyjnë pa frikë në dhomat e pacientëve. Ata mbrojnë veten duke e ditur shkencën dhe duke mos pasur frikë. Shënimet e fundit, libri Mendo dhe pasurohu, ka frymëzuar shumë njerëz gjatë viteve. Edhe pse kanë kaluar shumë kohë nga debutimi i librit, Napoleon Hill ende arrin të lidhet me shumicën e lexuesve me këtë vepër. Çdo person mund të zbulojë frymëzim
brenda faqeve të tij për të përmirësuar cilësinë e jetës së vet. Ne kemi fuqi të plot mbi një gjë, mendimet tona. Një metodë e shkëlqyer për të kapërcyer frikën është vetë analiza. Ne duhet të jemi të përgatitur për të sfiduar mendimet tona, nëse duam të jetojmë një jetë të bollshme. A e besojmë vërtet këtë mendim? A është e dobishme? Jini të sinqert për këtë.